shihet të veçantë për natyrën dhe bukurinë e saj në miniatur. Ajo krijon terrariume, këto mini ekosisteme të mbyllura brenda xhamit, ku çdo bim gjen vendin e saj dhe çdo detaj duket si një peizazh i vogël, plot gjallëri dhe ngjyra, ku lagështia, drita dhe bimët bashkëjetojnë në harmoni. Fillimisht, kur kam fillu para 8 vite i vjen, a i kam siguru disa vazo, i kam pa realisht edhe më kam pëlqy, aty kam fillu me i punu edhe me i regullu në shpe. E pash që njerëzve veç po ju pëlqen atyne që ja u tregova foto, e hapa faqe në Instagram, Facebook, edhe kështu vazhdova. Po ty e pas parasysh që mu më pëlqenjë shumë dekoret edhe më pëlqenjë senet e minimizume, jam më me dhe qujt bagi shumë detajiste edhe aty ka fillu gjithçka. Mirëm me terrariume, kryesisht me bazo qelqi, cilat i punoj me lule, kaktus aloe vera, se ka një gjatësi më të madhe edhe me dekore të ndryshme, varësisht çka klienti kërkon. Blerta Arifi shpesh kujton krimet e saj të para. Krimi i parë realisht 4 kanë qenë të parat, kanë qenë në bazo 2 trëmbullakta, 2 në 4 ore të vogla, me aloe vera edhe kaktuse. Ato i kam regullu veç për shef timin, po qështash edhe ma herët kur personave që i njoja u kam dërgu foto, ju kam pëlqy, edhe ato realisht janë shit mrena 2-3 ditëve shumë shpejt. Ajo ndërthur gur, tokë dhe bim të ndryshme brenda xhamit për t'i dhënë jetë botëve të vogla. Materialet janë ndryshme. Nëse e punojnë një terrarium me kaktus dhe aloe vera, që thash ma herët, normal në ato ka dhe, ka rër të ngjyrave të ndryshme, ka gur edhe secila ka një mollkuqe edhe një këpurdh. Tani nëse i punojmë këto në bazë më të mëdha që kanë pjesën e natyrës mrapa dhe lumin përpara, varësisht prej figurave që i kam edhe çka klienti kërkon. Kryesisht i kërkojnë për dhuratat personalizume me komplet familjen ose me 2 shoqe, 3 shoqe. Kujt kanë mja dhuru për ditëlindje ose për një dhurat të veçantë, edhe mas ne e bojmë edhe punimin. Varësisht prej figurave, sune figurat kryesisht i marrë jashtë Kosovës, edhe në momentin që unë vinë figurat, aty për aty ka mundësi edhe e bëj një ide në kokën time çka ka me realizu. Po ka mundësi edhe e menoj pak ma shumë në detaje, nëse kërkohet diçka ma e personalizume. Flasim për ambient shtëpi, zakonisht i vendosin në tavolina të ditës, ose mbi komodina, ose në trues tavolin të bukës, varësisht ku zoja ose zotnia që e blin e shet të arsyeshme me vendos. Po supozojna një terrarium me zona, ajo besoj që çfarë do ngjyre me pas dhoma e një qikës të vogël kam ju përshtat, edhe pse terrariumi ka shumë ngjyra, nuk kam ja thyrë është edhe monotonin e një ngjyrës që mundet ajo me pas vendosne ose të ngjyrosne dhomën. Se i përshtatet komplet një dhomës një fëmijës të vogël. Ngjyra që i kombinoj ma shumë është e kuqja dhe e bardha, sa ato shkojnë pothuajse me gjitha ngjyrat, po ka edhe kërkesa që do ngjyrën e posaçme. Po supozojna ngjyrën e verdh ose ngjyrën e pembe. Po unë mundon me i kombinu ngjyra që përshtaten shumë, nuk bëj kombinime që nuk shkojnë. Se ka pas kërkesa edhe që e kanë kërku nështë me kombinu të pembën me të kuqen. Po për synin tem ajo është kombinimi ma patali mund shumë, që nuk e kom bo asnjëherë. Koha dhe ideja që ka për secilin projekt përcaktojnë se si Blerta ndërton terrariumet e saj. Varet krejt çka kemi me punu, nëse kemi me punu vetëm me lule, ajo normal rregullohet ma shpejt. A nëse kemi me natyrën mrapa dhe lumin ose detin përpara, ajo merr pak ma shumë kohë se duhet komponenti me u tha. Çka i duhet 24 deri në 48 orë derisa të përfundon komplet. Që kur të filloj me punu, ndodh dhe 2 deri në 3 orë nuk lëvizi për asnjë moment prej karrikës derisa të realizoj punimin. Sa që kur të marr me uqu prej karrikës
Jom komplet vështangume, po nuk është problem se i bëj me shumë qep edhe shumë knatësi. Nuk kisha me qujtë sfidë, po kur ka porosimat mëdhaja, normal është edhe pak ngarkesa psiqike, se a ki me mri me përfundu në kohën që ti realisht ja ke dhonë fjallën klienti që kanë me kohën të gatshme, ajo është pakës ma sfiduse. Nga të gjitha terrariume që ka krijuar, Blerta ka një të veçantë që e kujton me shumë dashuri. Prej krijimeve më të veçanta që edhe vetën kom rri me pasionu ka qenë Bërbarda me 7 gjugxhat, ka qenë Frozen edhe Ariel, gjithashtu edhe koleksioni i Mickey Mouse-it me shok. Kërkesa më e çuditshme që e kom pranu deri tash ka qenë, nëse s'gaboj, para 2 vjetëve, më ka shënu një djalë në Instagram, e ka kërku me ja punu një terrarium me lidhje me Halloweenin, diçka mi pas disa shtriga, një realisht ambient horror. Po edhe pse ajo ka qenë kërkesë nështë për mu pak më e çuditshme, normal e kemi realizu. Edhe pse ajo don pakës ma shumë kohë, se jën krejt detajet cila duhet me u vendos edhe me përshtat ku çka po vendos. Puna e saj vlerësohet nga shumë klient, por një reagim i veçantë ka mbetur gjithmonë në mendjen e saj. Reagimet klienta ka prej gjitha anëve dhe janë gjitha të mira, po çka mas shumë më ka bo përshtypje, ka qenë një djalësh i vogël që nështë ai sa herë i ka pa punimet e mia, ai për çdo herë, edhe nëse e ka pa të njëjtën, nështë 2 ditë rresht, ai është pasionu me punimin krejt mbrana që ka pas, e posaçërisht me mjellmat. Që për momentin asnjë nuk e kam me mjellma këtu, po ai ka qenë i pasionu me gjitha punimet. Fëmijët janë ata që i duan më së shumti terrariumet e saj. Zonat e malit janë ato cilat i dojnë shumë, edhe i marrim për dhurat, se qikave të vogla ju pëlqejnë shumë zonat e malit. Ajo thot se puna me dorë nuk vlerësohet shpesh sa duhet. Problemi është që në Kosovë nuk vlerësohet, puna e dorës nuk vlerësohet shumë. Veç ai që ja din vlerën mundet edhe me vlerësu. Se nëse punimet e mia kishin me u punu dikun jashtë Kosovës, unë besoj që kish pas shumë kërkesa edhe shumë vlerësim. Çmimet janë, mëj me thonë, shumë modeste për punën që unë e realizoj, çmimet janë në ekstrem modeste. Ty fillu prej, nëse e marim një terrarium shumë të vogël, prej 7 deri në 8 euro, dikon deri në 70-80 mundet me qenë pak ma e shtrejta. Nëse veç dikush ka qef ose ka dëshirë me u marrë me çfarë do lloj zanati ta quajmë punëdore, pse jo, se jo gjithmonë duhet me pa veç pjesën e fitimit. Nëse ty t'jep knatësi ajo çka ti krijon, pse me hezitu dhe mos me realizu ose mos me punu.